Miq, përshëndetje. Tani mendohet se jemi vërtet në prag të luftës së tretë botërore dhe do t'i them se përse. Si gjithmonë kush është rastësisht le t'i bëj lajfajs që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Ajo që ka ndodhur orët e kaluara mes Rusisë dhe Ukrainës sjell jo vetëm dëme të pariparueshme, por edhe probleme të pariparueshme, do t'i them se si. Unë do t'i them versionin se si thonë disa ekspert. Tani rusët thonë, sepse për ata që nuk janë të informuar, disa dron rus kanë shkatëruar disa baza ushtarake nukleare të Rusisë me dëme kolosale. Një nga këto baza ka qenë ose është ndodhet ende në periferi të Rusisë, mund të cep me Finlandën dhe Norvegjinë. Dhe është njihet si një nga bazat ushtarake më të sofistikuara dhe më të fortat. Dhe do t'ju them se çfarë ka ndodhur dhe si arritën këta që të bëjnë këtë. E njëjta gjë dhe në periferi me Mongolinë, pra në dy vende. Disa thonë edhe në Serbi. Unë nuk e gjeta këtë vend të Serbisë, megjithatë do dëshiroj edhe juve nëse keni informacione më të detajuara. Por aq sa lexojnë në për artikuj, sepse duhet të dini që artikujt shkruajnë atë çka u thuhet dhe e përsërisin njëri pas tjetrit. Pra të njëjtat lajme i shikojnë gjithandej, të thëna në një mënyrë pak a shumë të njëjtë, por është e njëjta gjë. Sepse diktimet janë këto. Tani, çfarë ka ndodhur? E para një që Rusia thotë që kanë qenë, ky është fruti i NATO-s, nuk është i Ukrainës. E dini se çfarë do thotë kjo kur thotë Rusia kështu, që është NATO në mes, të paktën kështu thuhet në disa zëra të brendshme, nuk është se e kanë thënë publikisht. Kremlini nuk thotë këtë, ose Moska thotë që nuk ka patur dëme shumë të mëdha, megjithatë ndoshta ata i kishin tërhequr ose e dinin, nuk dihet kjo, por shikoni se çfarë ndodhi. Kishin 18 muaj që e përgatisnin këtë atak dhe ukrainasit, por nuk ndaj dhe shumë mendojnë që nuk është Ukraina në mes, por është NATO. Dhe nëse është NATO, edhe Rusia e zbulon. Unë them që jemi vërtet në prag të luftës së tretë botërore. Në një periudhë 18 mujore, sepse zgjati 18 muaj për ta përgatitur, ata bën dëme kolosale. Në fakt e quajnë Pearl Harbor moment. Ose evropianët e quajnë Kali i Trojës. Sepse këta, le të themi ukrainasit, kishin përgatitur disa kamion, që askujt nuk ja priste mendja që brenda kamionve të ishte plot me eksplozive, me drone me eksploziv, dhe kishin 18 muaj që i përgatiten dhe i çuan në vendet e duhura, dhe në këto kamion të kamufluar, brenda kishte drone. Dhe që dronet të arrinin sa më pranë vendeve të bazave, sa më pranë bazave. Dhe kur arritën pranë bazave, ishte një gjuajtje ose një aksion i momentit nga të gjitha anët, pra në të gjitha pikat ku ata kishin menduar. Dhe pasi dolën dronet, ishte një distancë e vogël, me një fjalë rreth 2800 milje parafërsisht, dhe filluan që të bombardojnë, pra të hedhin drone kamikazë. Dhe kjo bëri shpërthime kolosale, dhe thuhet që janë dëmtuar rreth 40 avion luftarak me lëndë shpërthyese radioaktive ose nukleare. Nuk dihet se çfarë, sepse askush nuk e di se çfarë kishte brenda. Dhe i kanë shkatëruar këto baza, pjesë të mëdha të bazave, dhe për gjithë botën tregohet si një
akt i madh që dhe një akt heroik i Ukrainës. Dhe ndërkohë gjithë bota kënaqet, pa e kuptuar që të gjitha këto probleme bien mbi popullin, qoftë nga ana ekonomike, qoftë dhe nga ana politike, por edhe nga ana shoqërore. Sepse në radhë të parë, nëse nuk bën asnjë lëvizje Rusia, prapë ato para do t'i marri në një forum apo në një tjetër, sepse ka në dorë gazin, ka në dorë naftën, ka në dorë hekurin edhe gjëra të tjera të rëndësishme që jo vetëm Rusia, por edhe aleatët e Rusisë, duke filluar nga India, nga Kina, dhe ku ta di unë, ka aleatë. Kështu që çmimet do rriten, sepse do t'i marri sërish. Çmimet do rriten, do rritet vigjilanca dhe do ketë dhe probleme të tjera. Pra, jo vetëm shoqërore thash, por edhe financiare. Dhe në qoftë se nuk lëviz, por në qoftë se lëviz Turqia, Rusia, do shkoj deri në cep të Turqisë dhe nga ana tjetër deri në cep të Norvegjisë dhe shpresojmë që mos ndodh gjë. Sepse në qoftë se kërcet dhëmët Rusia, lerini palavra sa çfarë thot në njëri, jo kemi Amerikën, jo kemi këtë, bie mbi popullin. Sepse nga ky moment unë mendoj që 2/3 e popullatës do zhduken ashtu siç edhe është parathënë, ose si është parashikuar. Kështu që unë shpresoj që të kemi mundësi që të bëjmë 2 hapa kështu, kur kemi ditë pushimi, dhe të marrim pak ajër të pastër, si gjithmonë, dhe ta jetojmë jetën ashtu siç vjen, me aq pak sa mundemi. Dhe nuk e kuptoj pse këto ngërdheshje, nuk e kuptoj pse duhet ta nxisin luftën, nuk e kuptoj se përse duhet që të ngacmojnë këto të ndezin urat, si themi ne nga Shqipëria, për çfarë arsye? Pse? Kështu që unë nuk e di, jeni të informuar apo jo, do dëshiroja një komentin tuaj, çfarë mendimi keni ju për këtë argument? Sepse është shumë delikat. Është i rëndë, është i rëndë shumë. Disa e mendojnë, sepse e pash lexova në disa gazeta, e pash në për lajme, e kalojnë kështu, Ukraina bëri dhe e lavdërojnë, dhe nuk e kuptoj këtë pse, nuk e kuptoj. Pra, gjithë Evropa është kundër Rusisë, gjithë Amerika, bota kundër Rusisë, e tjerë, dhe Rusia ka aleat dhe nuk ndihet, por ka aleat Kinën, Indin, Brazilin, Afrikën dhe Koren, nuk e di, është një moment shumë delikat dhe shpresoj mirë. Megjithatë, kalofshi një ditë bukur, më falni që ju lajmërova për këtë problem të madh. Ditë mbar.